Teksa ora e vjetër e Bunës, monument kulture prej vitit 2010, po degradohet nga dita në ditë, duke u kthyer në rrezik për këmbësorët. Projekti për ndërtimin e urës së re që do të lidh Velipojën me Ulqinin vijon të mbetet një skicë në letër. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 4 vite nga prezantimi i tij dhe mbi 2 vite nga nënshkrimi i marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, punimet nuk kanë nisur ende. Përmendse në televizion, Fondi Shqiptar i Zhvillimit konfirmon se edhe pse marrëveshja ka hyrë në fuqi që prej datës 21 prill 2024, projekti ende nuk ka kaluar në fazën e zbatimit. Projekti teknik është hartuar dhe i është dërguar palës malazeze, por përpara procedurës së prokurimit, duhet që Mali i Zi të jap miratimin për projektin, të ngrihet bordi i përbashkët me përfaqësues të 2 vendeve, të caktohen agjenci zbatuese dhe monitoruese, si edhe të miratohet protokolli i zbatimit, vetëm pas përfundimit të këtyre procedurave dhe pajisjes me leje përkatëse, mund të nisin punimet, të cilat do të zgjasin 24 muaj. Historia e projektit nisi në qershor të vitit 2022, kur gjatë samitit të Ballkanit të hapur, në Ohër u prezantua për herë të parë ura, që do të lidhte Velipojën me Ulqinin. Në atë kohë, kosto e investimit u vlerësua në vlerën e 9 milion eurove. Me 27 shkurt të vitit 2023, në mbledhjen e përbashkët të qeverive në Podgoricë, u nënshkrua marrëveshja dypalshe për ndërtimin e urës. Në atë moment, vlera e projektit ishte rritur në 20 milion euro, më shumë se dyfishi i parashikimit fillestar, por pa një shpjegim publik për arsyet e kësaj rritje, ndonse projekti nuk kishte ndryshuar. Në prezantimet dhe deklaratat e asaj periudhe u la të kuptohej se vepra do të përfundonte gjatë vitit 2025, por ky afat nuk u respektua. Edhe pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes në prill të vitit 2024, projekti nuk kaloi në fazën e tenderimit apo të ndërtimit. Përgjigjja më e fundit e Fondit Shqiptar të Zhvillimit tregon se edhe sot nuk ekziston një datë zyrtare për nisjen e punimeve. Projekti mbetet në fazë përgatitore, pasi ende nuk janë ngritur strukturat e përbashkëta të parashikuara në marrëveshje dhe nuk është miratuar protokolli i zbatimit. Kjo do të thotë se edhe afati për 24 muajsh për ndërtimin nuk ka nisur ende të llogaritet, duke e shtyr edhe më tej realizimin e urës së shumë pritur mbi lumin Buna.